tani do kalojmë tek supa, vetëm pak minuta na kanë mbetur faktikisht, por ne do t'ju tregojmë se si o ta gatuajmë supën. Çfarë përmban ajo, e shohim së bashku në recetën e shkruar. Një supë e shpejt me mish pule dhe me perime të stinës. Na duhet një gjokë pule, një qep, 2 karota, 2 patate, 2 kunguj, një spec jeshil, një spec i kuq, një brokoli të vogël, një lugë gjelle miell, një tufë majdanos, 2 lugë gjalp, krip dhe piper. Të gjitha perimet që unë lexova, pasi janë larë dhe pastruar mirë, janë prerë dhe në copza të vogla, në kubik të vegjël, siç i shihni. Tryeza taliera plot me perime me ngjyra. Niki vendosi një letër alumini dhe direkt e kalojmë në furrë. Në furrë. Për foton e së cilës ju do ta shihni patjetër edhe në YouTube-in tonë, sepse tani do të merremi pak me supën. Vaj. Tek vaj shtoj qepën direkt, pa u nxehur vaj, karotën, sikurse dhe patatet. Të gjitha t'i presim në kubik, nuk e kemi supë kremoze, po supë në të cilat duken perimet. Pra do jetë jo buljon, as e këtjellët, gjithë në formën e çorbës, pak më e trashë. Dhe mjafton që të ngrohen pak perimet. Ja. Pra kam pataten, brokolin në boce të vogla, spec i kuq, spec jeshil, normalisht. Kungullin e lëshoj në fund fare, sepse lëshon dhe ka lëngje vetë. Do të shtoj masën e miellit. Niki, kam atë kosin unë tuta? O nëse s'kam kosin, më jep ujë, s'ka problem. Kemi në frigorifer kos. Pra i përzijej. Shtoje dhe bëj një përzierje tuta. Do të shtoj mas kripe, sepse nuk e kam mish, dhe mas piperi. I përzijej. Nuk shtoj vezë, absolutisht. Të mas ja shtojmë pasi të kenë zirë perimet? Po. Kosin dhe pak miellë. Në kohë të vetë, e këre pak ujtë, lutem se nuk i kam bërë mësimet tamam në kohë. Më shto? Mirë, kjo jepet ato ngjyrën e bukur dhe e lidh më mirë dhe pak më të plot. Masën e kungujve. Specat. Speci kuq. Speci jeshil është i domosdoshëm ngjyra e specave sepse kanë vlerat e veçanta. Një përzierje të mirë. Do të shtoj. Niki, janë ndaj pak të lutem boqet. Në copza më të vogla. Po. Gjithmonë brokoli në fund, sepse shumë pak minuta i duhen. 3 deri në 5 minuta për të zirë. Madje edhe kur e lëm më shumë, se çmerr një shije të tjetërsuar, dhe jo të gjithë e preferojnë, prandaj është më mirë që ta lëm pak fare. Masën e ujit. E lëm të zjej, merri dhe brokolin dhe ne du ta mbyllim tani hapësirën tonë të gatimit. Pjesën ja u rikujtuam që një supë ju duhet sot, me ngjyra dhe me vitamina. Të lumshin duart, na ndiqni për më tepër në kanalin tonë në YouTube. Recetat do të jenë dhe me foton të përfunduara. Sot nuk u poj që ëmbëlsira sigurisht do t'i duhet koha e vet për t'u realizuar. Do të jenë aty bashkë me rrjetet tona sociale. Do të shkëputemi për pak, është flesh informativ, ritakohemi në bisedat tona me Altin Jokën. Faleminderit, shihemi nesër bashkë.